Artroza e gjurit është një sëmundje degenerative me progresion të ngadalt. Ajo ndodh kur kërci që vepron si tampon midis kockave prishet, duke quar në dhimbje në strukturat e kyçeve. Specialisti i ortopedisë Elajdin Boshnjaku thotë se artrozat ndahen në primare dhe sekondare. Ndahen artroza primare edhe artroza sekondare. Do thonë, artroza primare deri diku është faktori etiologjik, ai që bjen të disa persona që fillon artroza më herët, po ka dhe shumë faktorë tjerë që janë të panjohur, thjesht lajmërohen në një periudhë të caktuar kohore. Si dhe artrozat që quhen sekondare, e cilat vijnë zakonisht te persona që janë obez, trash, vijnë pas lëndimeve të ndryshme gjatë jetës, vijnë te persona të cilat kanë punë të rënda fizike, vijnë te persona të cilat e bojnë sporte luftarake dhe sporte tjera të cilat janë të vështira dhe kërkojnë një mbingarkesë të nyjes së gjurit. Doktori gjithashtu ka folur edhe për kohën kur mund të paraqitet ky problem apo edhe fazat e avancuara të sëmundjes. Nëse shiqoni një pjesë si të kuqe edhe kjo është e grith, domethënë ka fillu me u harxhu ato bashkështresa sipërfaqësore e kartilagos. Kjo është shkalla e parë e artrozës, shiqoni, edhe këtu, edhe në grop mrena, kjo ngjyra kuqe tregon fillimin e artrozës, edhe këtu, kjo është faza e parë. Mandej, në fazat më të avancume, nëse e dalloni prej fazës parë, shiqo çka ndodh. Shiqo pjesa e kaltët është pjesa e kërcës që është normale, po shiqo kënej çka ka ndodh. Do thonë, komplet pjesa e kërcës ka fillu me u harxhu. Njëjta gjë ndodh në dy pjesë, edhe këtu në altë, nëse shihni pjesën e stabulumit, edhe këtu në altë është harxhimi, dhe mandej shkalla akoma më rënd, shkalla e katërt, kur shiqoni, komplet është zhvesh koka prej pjesës kërcore. Krahasoni me knej, pjesën e kaltët, me këtë pjesë, ose mund me krahasoni një pjesë, një kuk i cili është një nyje që është normale, me ngjyrë të kaltët, dhe një nyje ku thjesht komplet është harxhu pjesa, është konsumu pjesa kartilagos edhe ka mbri në kockë. Edhe për fat keqin kur mbrin këto nivele, atëherë e vetmja mundësi është ndërhyrja kirurgjike. Ndërkohë, doktori bëri të ditur edhe disa nga kategoritë e pacientëve që mund të vuajnë nga artroza. Një prej faktorëve të artrozat idiopatike ose primare është gjenetika, e dyta natyra e punës, domethënë shumë më herët na vjen një punëtor fizik i cili punon ngrit pesha trona, hype zbrit shkallëve shumë, punon ulën dy gjujt, ka peshë tronë, domethënë që është edhe obez, shumë më herët dinë më lajmëruar ka mosha 50, 45, 50, 55 vjeçar, veç fillojnë problemet artrozës. Okay? Edhe dinë më në ardhë persona të cilët kanë qenë sportista eminent, që për shkak lëndimeve të vogla edhe mbi ngarkesës madhe që është bërë gjatë ushtrimeve, bijnë deri te artroza e parakohshme. E te këta pacient edhe fizioterapia është një proces i rëndësishëm, ka shtuar specialisti ortopedist Boshnjaku. Fizioterapia është shumë e dobishme, për shkak se e përmison lëvizshmërinë, duhet përmisuar lëvizshmërinë, e zvoglon dhimbjen edhe e përmison qarkullimin e gjakut deri në pjesët e skajshme të kartilagos, e cila e mban akoma në jetë, si me thonë, kartilagon e cila veç është e damtume. Po nëse pacienti është obez, ose pacienti nuk ka fort dëshirë me dalë me hecë, aja vetëm shka i bën keq, për shkak se mos hecja, mos lëvizshmëria, ma pak qarkullon gjakën pjesës e skajshme të kartilagos, edhe damtimi është më i madh. E në disa studime nga fusha e shëndetësisë bëhet të ditur se më shumë se gjysma grave dhe 1/3 burrave të moshës 60 vjeçë më lart në botë janë të prekur nga kjo sëmundje dhe këto shifra janë në rritje nga viti në vit.